Zoni! Super! Tani, kjo loj kërkon që t'jeni esull dhe plot me energji. Por, duhet citoj që tani e tutje nuk ka më skuadra. Gjithë se cili nga ju luan për veten. Blini t'ju shpjegoj lojen. Kjo loj është shumë e thjeshtë. Por sa e thjeshtë është edhe aq e pamëshirshme. Ti shikoni këto topat? Këto topat do të përdoren për të futur në kosha. Do thoni ju si. Duke i përplasur tavolinë. Por pa kaluar vijën e hekurosur. Tani, çdo round do zgjasi vetëm 30 sekonda. Dhe çdo Ju lutem, qetësi. Çdo round do zgjasi 30 sekonda dhe lojtari që ka më shumë kosha sa të zgjuar jeni, o zotë madh. Jam shumë krenar për juve. Por problemi është që jeni 11 vet. Dhe neve na duhen vetëm 2. Po, na duhen vetëm 2 për të shkuar në gjysmë finale. Bashk me Aldin dhe Klean. Papers më prit. Pa që fat Tarsa. Do ju duhet. Atëherë do të fillojmë alfabetikisht me të parën Artemisën. Artemisi, do neka apo jo? Jo. Me drejt shputu, marr drejt që kokën. 4, 3, 2, 1, stop! Bravo, Misi, përmëdheni pak Misin. Vetëm të jashtu një tokë. Mos më shtyri. Finger cross. Hera e parë që arrit të qëlloj në shenjë. Artemis. Disa herë. Artemis. Do kur, hajde. Le të numërojmë sa topa ke futur në kosha. Atëherë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Është arritje për mua, ju betohet. Bravo të qoftë. Është rezultati më i mirë që mund të arrija. Po i le radhën kolegut. Do i lejmë radhën Bernardit. Le të shpresojmë që Bernardi, ose të shpresoj vetë Bernardi, që mund të fusi më shumë topa se Artemisi, ose më shumë topa se të gjithë. Nese, ta shohim. Ili më letë. Bravo! Bravo! Më letë. Bravo! 4, 3, 2, 1. Blerta, sa topa mendon se ke futur brenda? Unë mendoj që siç e tha dhe Desi, thyva rekordin e më shumë topave jashtë se brenda. Sepse thash do jem këtu dhe do bëj qejf, sepse është fundi. Më vjen mirë që ke bërë qef, po ti ke thyer çdo rregull të mundshëm në këtë lojë. Duke qenë shumë. Ti futë rreth 7 topa? 7 nuk e të ishin, pa. Po, 30 topat e tjerë dolen jashtë. Ti kalove dorën, që të thash mos e kalo dorën tek vija e tavolinës,
Dhe nuk i përplasën të gjithë topat që u futën brenda. Nuk i përplasën tavolinë para se të futeshin kosha. Më vjen keq, por ti skualifikohesh. Më vjen keq. Faleminderit, ishte kënaqësi shumë. Ishte kënaqësia jon, lutem. Edhe për mua, ju po, ju dua. Ciao. Shihemi në sezonin tjetër. Vazhdojmë me konkurrentin e radhës. Kush e ka radhën? Bravo, Desi. Po, më fal. Bravo, Ema! Më let. Pak më let. Bravo, Tosi! Tosi, po në ty që ta fish, mirë! Bravo, Flori! Tele bingo! Po fuj. Ne hila shpi fut shumë direkt, o Krisjana! Po se qulla ato që mundën direkt! Ne ti fut direkt, o shumë fut direkt! Po Desi. Shika më burë! Po a qyqa sa më shqy shika kjore! Ti në vaj, o shumë direkt! Kristian, Kur ta thosh emrin sakt do iki. s'ka nevojë ta them në sakt se ke thyer çdo rregull të mundshëm në lojë. E po gjithmonë. Pëlqen të është rregullat. Pëlqen Pëlqen 10.000 euro? Sinqerisht nuk të pëlqen 10.000 euro. Po pëlqej, po ç'të bëj kur se kam se kam. Mos thyj rregullat? Nuk e bëra se desha. Po pse bëre? Nuk e dija, nuk di ta luaj. Zoti, Nuk mund të di të gjithë. Gjithsesi. Më vjen keq të të them, por ti Jam e vetëdijshme, nuk dua të çoj. Kejsiana je skualifikuar Faleminderit. nga 10.000 euro. Kam grupin tim. Bravo, Mejdi!
Okej. Ej, more bad day. Ej, eu Dega. 4, 3, 2, 1. Shpejt, Jens. Bravo, jepi. Nga të të gjëra në tokë. Ti mbrap shumë. Më shumë Jens, jepi. Bravo, ashtu për të. Tek për tek më Problemi të bravo, duar. ashtu. Problemi të duar. Oj, ai po do, Rico, fare. Jepi Jens, më pak. 4, 3, 2, 1. Bravo. Zarfi. Hajde, mërë, hajde. Më në fund. Më në fund. Më në fund. Më në fund. Marrur ato zarfet. Më në fund. Atëherë, sipas presmarrjes tuaj të lodhur, ju thash që kjo lojë kërkonte shumë energji, pasion e të tjera. Dhe ju bët Maksimumin. maksimumin, le të themi maksimumin. Atëherë, po nis me Emën. Ema, faleminderit. E nisë shumë mirë sfidat me musicalin, e ke qarë, por fatkeqësisht, gjatë rrugtimit tënd nuk e dim se ku çalove. Dhe ti arritë të fuset thjesht 7 topa në kosha. Bravo, Ema. Gjithsesi, Ky është fundi për mua. themi, Faleminderit shumë. faleminderit ty. Ky është një emër që unë dëgjova shumë tek sfida e kaluar. Fatosi. Fatos, Real diva. je i çuditshëm, Faleminderit vlla, gjithashtu. por pëlqen. Por fatkeqësisht, Ndam gjithë. O zjuja. You're fucking weird. You weirdo. Okay? You're weird. Hajde vjen në zonë. më vjen mirë që akoma ke humorin tënd pas gjithë këtyre orëve të lodhshme. Por, fatkeqësisht, ti arritë të fusë thjesht 8 topa. E po I fulla teta. Varet nga çfarë të shtrimi e shefit patën gjithmonë. Unë e shoh gjithmonë 30 nesër. Fatos, faleminderit. Faleminderit, gëzuar vitin e ri. Gjithashtu, emri i radhës është një emër perëndeshe. Artemis. Shpirti jo duftaraf ishte goxha I madh. Whatever she said. Whatever she said. A thu se ti që thash diçka. Fatkeqësisht, ti ke futur thjesht 9 topa. E di. Më vjen keq Artemis. Po rrugtimi jot Faleminderit që po më ndjerë, të dua, mos u pashim më kur. gjithashtu. Crystal. Me që ishën qef. Faleminderit. Ndonjëherë isha shumë I ashpër me ty gjatë kësaj dite. As pak. Shumë mirë. Unë s'para kërkoj falje, por po të them fal. Dhe faleminderit që ishte një nga protagonistët më të mira të Andale. Këtë se dhëmë. Ej, falja është shënore. Dhe shaka, je I falur. Sa topa ka fut? 10. Ah, 12. Jo keq. Faleminderit Kristall. Wow. Megli. Edhe pse e përgjumur, ti arritje të fusje 13 topa. E çuditshme, por e vërtet. Edhe me zërin tënd të ngjirur, gjithsesi ja dole. Të faleminderit, Megli, për pjesëmarrjen tënde dhe kockat e tua të palodhura. Desi.
Je shumë karizmatik. Shakatat tua nuk mungohen asnjë moment gjatë gjithë kohës. Shumë nga ne janë falendërues, por gjithsesi pa shfat. Shumë faleminderit. Fun fact, Do të doa ti jem fucking humble. be fucking humble. Më ka ngelur vetëm 3 emra. Bernard. Derta të lamanet. Të fitoj e loja. Por ti fitove blertën. Si çdo ditë. Se mos e kam fitu sot, e kam fitu ta. Shimo bedi. Ti ke futur gjithsej 16 topa. Dhe bravo. Bravo Jesse! Di sekond, në mund 7 apo 16? 16. Okej, okay. Me hileve! Ska gjë zot, se vetëm. Ndoshta vitin tjetër. Okej, ta marr. Bernard. Shpëtimin tonë. Shumë faleminderit për çdo gjë. Ju lutem, Florit dhe Gjesi të ulen të kultugu në fillim. Ju të dy jeni gjysmë finalistët që kanë mbetur. Dhe ju do t'i bashkoheni Aldit dhe Kleas. Urime! Aldi me thënë të drejtën kur më thanë fut topat për 3 sekonda ishte gjave le që mund të bëja. Ka përgjë të gjithë time me punë. Së thosha në unë në fjallë. Iku edhe kjo, më në fund. Finalist, dashuria juaj është për të madhë ngjyrë. Por, do të shtërohet shumë shpejt dhe shumë fort. Sepse sfida që do vi është akoma më brutale dhe më e pamëshirshme. Kështu që ju uroj fat të katërve ju dhe i fitoft më i miri 10.000 euro.